Drejtoria Arsimore në Rreth, si është përgjigjur situatës emergjente të krijuar nga fluksi i madh i të ardhurëve nga Kosova? Drejtoria Arsimore e Rrethit dhe gjithë trupat pedagogike e shkollave të qytetit janë përgjigjur fluksit të ardhur nga Kosova me tërë atë mikpritjen e duhur të tyre me mundësitë që ka aktualisht shkolla. Kemi liruar palestrat dhe gjithë ambientet e lira, korridoret, banjat, duke caktuar edhe mësues meshkuj që t'jenë me shërbim tërë natën për t'u ardhur në ndihmë, jo vetëm për strehimin e tyre, por kanë kontribuar për të ndihmuar me bukë edhe me mjete tjera që kanë dhënë shoqatat e ndryshme. U kanë shërbyer me devotshmëri të smurve, duke lajmëruar her pas here urgjencat për t'i shtruar dhe për të kujdesur në spitale. Por e shikoj që fluksi është jashtëzakonisht i madh dhe mundësitë e shkollave nuk kanë asnjë mundësi tjetër për të mbajtur më shumë se sa kaq. Janë afër 10.000 veta që janë në oborret e shkollave, në palestrat e shkollave, në korridoret e shkollave. Ne si qëllim kemi që të ardhurën nga Kosova si rezultat i gjenocidit serb t'u vim ndihmë me të gjitha mundësitë që kemi, por pa dëmtu vetveten, pa dëmtu bazën materiale, se ne mendojmë që do jetojmë, do bëjmë mësim në këto shkolla. Prandaj u bëj thirrje dhe me urdhër të gjithë mësuesit, meshkuj, femra, të jenë pranë klasave të tyre për të ruajtur bazën materiale, se deri tani është ruajtur, por me çfarë po shikojmë ka tendenca që të na dëmtohet baza materiale. Ka element keqëzbërës edhe të qytetit tonë, deri edhe rojet nuk janë gatishmëri të plotë për të ruajtur bazën materiale të shkollës. Ka edhe abuzime. Prandaj u bëj thirrje gjithë mësuesve të qytetit të Kukësit të jenë pranë shkollave, të kërkojnë ndihmën mësueset femra, ndihmën e burrave të tyre që të jenë pranë klasave në çdo kohë për të ruajtur bazën materiale, se ne mendojmë dhe jo vetëm që mendojmë, po një herë do të zgjidhet ky problem dhe do t'i kthehemi jetës mbar, do të zhvillohet procesi mësimor edukativ për që ta mbyllim këtë vit shkollor. Mendoj dhe kam bindjen e plotë që mësueset, se mësues meshkuj ka që 7 ditë që janë pa gjumë, po dhe mësueset femra do të jenë pranë klasave tyre dhe do të kujdesen për ruajtjen e bazës materiale. Faleminderit.